Ndryshe. Tani në studio na është bashkuar me Kristin me Salcanën, na është bashkuar një vajzë bukuroshe që quhet Juna dhe që unë e takoj shpesh kur udhtoj në taksi. Përshëndetje, si Është ende lajm, bën ende lajm që kemi shofere taksie. Vajza? Urdhë? A është ende lajm? Po jomi, Jo? kam unë shoqen time Inën, yll bote, shofere taksi është, 2 gocat një të bukur. Inën edhe Junën. Dhe Junën. Juna sa vite ke që je shofere taksie? Un kam parafërsisht gjysmë vite. 6 muaj. Po, Edhe 6 si ke filluar ti të ta bësh këtë punë? Ka qenë krejt rastësore. Njifja një person të afërt familjes që ma sugjeroi, edhe thash pse mos ta provoj. Patentën e kisha, me makinën kisha mirëmarrëdhënie, thash po e provoj Sa dhe. bukur vetëm në Tiranë, besoj apo lëvizën në Sa përreth. e vështirë është për një femër të jetë shofer taksie? Është goxha interesante, ka shumë sfida. Se Sfida normalisht në komunikim me jo te pjesa e klientët? komunikimit, është më shumë për pjesën, domethënë kur ti je në makinë dhe përballesh me situata të ndryshme që nuk vinë nga klientët, domosdosh nga klientët, por E kuptoj. vinë nga njerëz të tjerë që të cilët udhtojnë edhe Nga shoferët e tjerë po thua, ha? Po. Që pse hyn kështu, pse i ka kështu, Po, pse po, Ka Ja, paragjykime Ina? Juna më fal, ka paragjykime? Po, të krahasoj muajin tim të parë që e kam nisur si eksperiencë. Si ka qenë fillimi? Kanë qenë shumë reagime që unë i kam vëre. Kurse tani unë jam mësuar edhe me thënë deri te klientët që më kanë rënë në taksi më kanë dhënë një ndjesi shumë të mirë që unë ta vazhdoj akoma më shumë këtë punë sepse i ka dhënë një ndjesi shumë të mirë kur shohin një shofer femër në taksi. Ka patur ndonjë rast kështu që jo se nuk udhtoj me goca, me shoferë femra. Po, kanë qenë një 2-3 çuna domethënë që e kanë bërë këtë gjë dhe okay them unë, bëuni mirë se tash fillon gazi dhe. Je paragjykuar në fillim kur fillove punë? Familja për shembull. Jo, familja më ka mbështetur, por që e kam parë në disa mimikat njerëzve kur kaloja, disa ma bënin bravo, disa më inkurajonin, kështu që Ka çuna që flirtojnë me ty në makinë? me thënë drejtën me klientët, jo. Jo. Kemi pasur dhe kemi akoma një marrëdhënie shumë të mirë, një marrëdhënie korrekte dhe për këtë gjë më vjen shumë mirë, sepse ndihem shumë komode në punën që bëj. Po, për shembull një klient thot, a ka mos i numrin e telefonit? Po patjetër, dhe unë i them po Kompanisë. patjetër djali jap numrin e kompanisë. Juna, Mos ta përmend emra. Jo, më fal. Juna lën bakshish? Lën patjetër që lën. Shqiptarët janë numër 1. Janë numër 1. Shqiptarja numër 1 për çdo gjë, për gjë për bakshishe. Po, nuk jam shumë e kënaqur me një vajzë në taksi, me klientët italian. Skandalos. Madje kur shoh janë italian them mos. Le që s'japi lek, po dhe të ngacmojnë. Bëhet kështu bëhet si macho. Po të paktën ngacmojnë në një mënyrë më moderne, interesante. më interesante. Juna e shef si profesion afatgjat apo thua derisa të stacionohem diku? Jo, në fillim ka qenë që një eksperiencë ta provoj një herë, si ti jam. Tani që unë u bëra se një vit, gjysmë viti domethënë 6 muaj, po mendoj që ta vazhdoj akoma më shumë. A je kënaqur me pagesat? Po patjetër. Është një punë që ti mund të marrësh aq sa vullnet kesh për të punuar. A mendon ta bësh të punë edhe kur të bësh familjar, kur të bësh nën, ti je bashorte? Jo, mendoj se unë shoh shumë kolegë të mi aty që janë familjar dhe them si ja dalin, sepse të kesh familje, të kesh fëmijë është goxha e vështirë, por që tani në këtë stad që jam, mendoj se jam okay dhe mund t'ja dal. Si, domethënë ti je single? Për momentin po. Për momentin pse ke qenë përpara, apo je në tentativë? Po tani i kemi ca vite. Ti ke mbaruar shkollë? Po, unë kam mbaruar për informatik. Për informatik. Për informatik. Dhe ka më Juna. Po, por kam bërë një profesion tjetër para se të vija në Blue Taxi, në si shofere dhe kam qenë koreografe, zysh dance. Kështu që jam pak nga të gjitha. Zysh dance. Sa bukur. Kemi qenë të portokalli. Një piruet këtu tani. Po keni qenë Portokallia me atë grupin për vitri? Për hip hop. Oh, ti popit, ai grupi popit. Ka disa vite, po, ka disa vite. Ti nga je? Unë si origjinë jam nga Berati. Beratse. Po jeton në Tiranë ke vite? Po, u bën 9-10 vite. 10 vjet, shumë mirë. Bravo. Ti je shofere shpejt apo Jam shumë e shpejt dhe e kujdesshme. E shpejt dhe e kujdesshme. Prandaj ne Çfarë sheje demi ti? Jo, Virgjeresha. Hajde. Sa vjeç je ti mi? 27. Ç'ne Virgjeresha? Falenderoj shumë zemër që ishe me ne sot e të uroj punë të bërë, të uroj gëzuar një majnë edhe të bësh gjithmonë punën që do. Faleminderit shumë, kënaqësi për ftesën. Shumë faleminderit, por nëse e pyetja fundit, nëse ti nuk do bëhet taksiste, jo, po një profesion tjetër që ke qef përveç dancing, që mund ta bëj me qef. Po, ose do merresha me kuzhinë, sepse kam pasion, kuzhinën, ose do ishte pjesa e fotomodelingut. E kuptoj. Ti je nga ato që do ta lësh Shqipërinë? Jo.
Nuk do ta lësh. Jo, unë e preferoj shumë të jetoj këtu dhe më vjen keq që shqiptarët edhe gjysma e të rinjve ikin jashtë, sepse Shqipëria ka shumë potencial, thjesht duhet jemi në dorë të njerëzve të duhur. Domethënë, unë kur të marr taksin në telefon në kompaninë tënde, do them dua shofere junën. Patjetër. Mund të jetë kështu? Patjetër që po. U bë, faleminderit, punë të parë, ne shkojmë në publicitet dhe përcjell junën.